Elton Iliriani ka qenë i ftuar në një emision ku foli në lidhje me historinë e parashqivisë Simakut. Ikona e muzikës shqiptare shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një ëndër të madhe për Hollywoodin, por atje ajo dështoi. Biznesmeni Elton Iliriani tregoi arsyeën se pse. Ajo dështoi sepse ajo nuk zgjodhi që të ishte një punonjëse seksi, siç janë shumë artistë të tjerë dhe në skandalet që keni parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Parashqivi Simaku është një person shumë i pastër, shumë i dashur që ka besim të madh te Zoti. Ajo e rrezaton atë. Kur ka shkuar në Hollywood, jo vetëm që nuk ka pasur mbështetjen e asujt nga shqiptarët, por edhe është goditur. Është goditur që në hapat e saj në Hollywood, deklaroi biznesmeni. Sipas Iliriani, Simaku ka qenë një divë dhe ky status ka pasur të mirat dhe të këqijat e veta. Ka pasur të mirat ky status, por ka pasur edhe të këqijat që është goditja e madhe që i është dhënë vetë nga bashkëgazetarët e saj në fushën e artit. Parashqivi Simaku ndërronte të ishte një yll në Hollywood dhe kishte të gjitha kriteret. Problemi që ka pasur ajo ka qenë që është një person që vjen nga një familje e varfër me norma dhe rregulla. Është folur shumë për jetën e saj private, sikur është alkoolizuar. Asnjë nga këto nuk është e vërtetë, tha ai. Unë di shumë gjëra për parashqivi Simakun, jo të gjitha thuan. Nuk thuan për arsye se ka persona politik në Shqipëri që janë përpjekur të shkatërrojnë karrierën dhe kanë përndjekur atë edhe në jetën private me familjen e saj, u shpreh të tjera biznesmeni. Po ashtu, ai tha se ka pasur edhe pjesëtar të sigurimit të shtetit që e kanë ndjekur për shkak të fiksimit seksual ndaj saj. Kur lançoi albumin e saj me një label të rëndësishëm amerikan, filloi goditja sërish nga këta persona që përndiqnin që nga Shqipëria për të shkatëruar karrierën. Arsyet janë të shumta. E para një herë është xhelozia. E dyta, sapo kishte filluar në Shqipëri tutorizimi i vajzave të bukura, ku ajo nuk zgjodhi që të ishte pjesë. Ku filluan dëshirat për t'i treguar vajzat e bukura për të sjellë në një treg të etur, ku ajo nuk pranoi. Tjetra ishte edhe fiksimi që mund të kenë pasur njerëz me pushtet të asaj kohe, sidomos e sigurimit, ku ajo nuk i njihte fare. Ata e kanë përndjekur. Patjetër kanë pasur disa persona që pas viteve 90 u rikthyen sërish në pozicionet që kishin dhe ishin përsëri pjesë e sigurimit të shtetit, të cilët e përndiqnin dhe udhtonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo nuk i njihte fare.